Sondazhi kombëtar i kompanisë amerikane McLaughlin & Associates nxjerr në pa një situatë re politike në Shqipëri, e cila bie në kundërshtim me sondazhet evropiane. Kjo kompani, e njohur si sondazhisti Trump, e vendos partinë mundësia të agron shejajt me një diferencë të konsiderueshme mbi koalicionin e Adriatik Lapajt dhe Endri Shabanit. Në këto të dhëna, mundësia e shejajt ka 5.3%, ndërsa koalicioni Lapaj Shabani vetëm 3.3%. Rezultatet e 11 maj do tregojnë saktësinë e këtij perceptimi, por pavarësisht kësaj, dalja e papritur e agron shejajt si aktor politik me një parti të vetën përbën një risi. Shejaj është zgjedhur deputeti i PD-s në 2 mandate të njëpasnjëshme, fillimisht në qarkun e Vlorës dhe më pas në Tiranë. Ai është i njohur publikisht për 2 arsye kryesore. Së pari për profilin si biznesmen i suksesshëm në sektorin e call centerave, kryesisht me kompani italiane, dhe së dyti, si denoncuesi fort kundër oligarkëve, në veçanti kundër Bashkim Ulajt, të cilit i zbuloi falsifikimin e dokumenteve në tenderin e Unazës së Madhe. Ndryshe nga disa drejtues të opozitës që kanë flirtuar me oligarkët, Shejaj nuk është përfshirë në marrëveshje me para publike. Përkundrazi, ai e ka ndërtuar karrierën e tij të biznesit në sektorin privat, duke krijuar një rrjet të gjerë kontaktesh që ka shfrytzuar edhe politikisht. Në zgjedhjet e vitit 2021, në njësinë 7 në Tiranë, Shejaj arriti një rezultat të rëndësishëm të preferencave personale, duke vendosur veten si figurë të fuqishme në territor. Shejaj është i njohur gjithashtu për aktivitetin e tij prej filantropi. Përveç dhurimit të rrogës si deputet për familjet në nevojë, ai financon fondacionin kulturor Lumo Skëndo, i cili promovon veprën e Mithat Frashërit dhe autorëve të tjerë të censuruar gjatë komunizmit. Ai gjithashtu financon fondacionin Kujtesa, që dokumenton krimet dhe persekutimet e diktaturës komuniste, si dhe ndihmon financiarisht familjet dhe fëmijët me aftësi të veçanta. Megjithatë, sa do të mundet që biznesmeni dhe filantropi Agron Shejaj të kthehet në një lider politik të rëndësishëm? Ky është ende një diskutim i hapur. Deri tani, Shejaj është parë më shumë si komunikues i mirë dhe përdoruesi i teknologjisë, por ai ende nuk ka prezantuar një platformë të qartë për çështjet kyçe të së djathtës konservatore, siç janë pronat dhe reforma e thellë e administrimit të tyre. Një parti e re e së djathtës nuk mund të qëndrojë pa prekur probleme thelbësore si ligji famkeq 7501 apo ndarja e padrejtë e pronave. Për të qenë një forcë serioze opozitare, Shejaj duhet të ketë një projekt politik më të qartë dhe më të gjerë përtej aspektit individual të suksesit të tij personal dhe të filantropisë. Agron Shejaj mund të jetë sot një lider potencial për të ardhmen e opozitës, por për të kaluar nga politika në lider, duhet të ndërtojë një ekip profesionistësh dhe politikanësh të vërtet që e mbështesin atë. Nëse ai nuk bën një hap vendimtar në këtë drejtim, partia e tij mund të ketë sukses relativ, por nuk do të jetë më shumë se një partiçk. Shembulli më i mirë për Shejajin mund të jetë ai i Giorgia Melonit në Itali. Partia e saj fillimisht e vogël u bë liderja e padiskutueshme e së djathtës konservatore italiane, fal një programi politik të qartë dhe një ekipi të fortë ekspertësh dhe profesionistësh. Në këtë rrugë duhet të ecë edhe Agron Shejaj, nëse kërkon të jetë më shumë se thjesht një politikan popullor.